Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi zhvilloi një takim elektoral me anëtarë të komunitetit Çam në Vlorë, bashkë me kandidatin për deputet që vjen nga radhët e këtij komuniteti Endri Hyseni. Çuçi kërkoi mbështetjen me votë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën në zgjedhjet e 11 majit. Në fjalën e tij, para të pranishëve, Çuçi tha se nuk është e vërtetë ajo që është thënë shpesh se komuniteti Çam nuk e voton të majtën. Për sa i takon asaj vulës që ka padur komuniteti Çam, që vazhdimisht thuaj që nuk e voton të majtën. Dhe unë mendoj që kjo vulë është tretur dhe ky takim, po jo vetëm ky takim, po ka kohë që ne gjithmonë më tepër nuk kemi më dallime të kësaj natyre. Dhe dini pse? Sepse edhe komuniteti Çam, si e gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë apo dhe Vlorës, nëse doni, e ka kuptuar që tashmë nuk bëhet më fjalë për zgjedhjet në 11 maj nëse do votojmë majtas apo do votojmë djathtas. Tashmë bëhet fjalë a do ecim përpara apo do kthehemi prapë mbrapa. Në vijim, Çuçi renditi 5 arsyet pse në këto zgjedhje duhet votuar vetëm Partia Socialiste. Arsyet janë: transformimi i Vlorës që është bërë deri më tani, projektet madhore në vazhdim, oferta e opozitës e cila lë për të dëshiruar, dhe kjo konfirmohet me faktin që edhe kandidati nga radhët e komunitetit Çam është vendosur në një pozicion pa asnjë shans për të fituar. Oferta e Partisë Socialiste me Edi Ramën dhe Endri Hysenin si kandidati spikatur nga radhët e komunitetit Çam, anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Çuçi vlerësoi Endri Hysenin si një nga drejtuesit model e më inteligjent të institucioneve publike në Vlorë. Duke komentuar ofertën e opozitës për komunitetin Çam në Vlorë, Çuçi tha se ka shumë hipokrizi, pasi duke e ditur se ata nuk marrin dot më shumë se 4 mandate në rastin më të mirë, kandidati përfaqësues i këtij komuniteti është vendosur në listën e hapur pa asnjë shans për të fituar. Ndërkohë, arsye domethënëse për të votuar Edi Ramën, theksoi Çuçi, është fakti se ai e ka ngritur çështjen e pronave dhe të drejtave të komunitetit Çam në mes të Athinës si askush tjetër më parë.